Në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike detare të përkeqësuar brenda dhe jashtë xhirit të Vlorës, gjatë datave 8 deri në 12 i pari 2026, duke filluar nga ora 6, datë 8 i pari 2026, në drejtimin veri-perëndim, në forcën deri në 5 deri në 6 BFT me shpejtësi ere deri në 10 deri në 15 metër për sekond dhe lartësi dallge nga 1.50 deri në 2 metra, ju bëj me dije se Kapiteneria e Portit Vlorë ka ndaluar pajisjen me leje nisje të mjeteve të vogla lundruese dhe ato të peshkimit, të cilat duan të operojnë brenda xhirit të Vlorës dhe në det të hapur, duke filluar nga ora 6, datë 8 i pari 2026 deri në datë 12 i pari 2026 në orën 20. Drejtuesit e mjeteve të vogla lundruese dhe anijeve të peshkimit që operojnë brenda dhe jashtë xhirit të Vlorës të marrin në konsiderat kushtet meteorologjike detare dhe marrjen e masave për sigurimin e tyre. Me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike, kërkojmë bashkëpunimin e të gjithë subjekteve dhe institucioneve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve në port dhe rritje gatishmërisë së ekuipazhit në mjetet lundruese. Anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vazhdojnë të operojnë normalisht sipas destinacioneve përkatëse. Përmirësimi i situatës hidrometeorologjike të përkeqësuar, të parashikuar për mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit, do të jetë mbas orës 20 të datës 12 i pari 2026.